Sot radhe zyrtarisht plani i opozitës për deportimin e Edi Ramës me prangë në Amerikë. Para votimit në kuvend të bordit të paqes, kryeministri nuk kurseu sarkazmën me kolegët e tij opozitar, kur i paralajmëroi se sot do të votonin udhëtimin e tij në Shtëpinë e Bardhë, ku siç tha ai do të ulej për krah presidentit Trump. Pak më vonë asta u lan ballë nuk e kurseu fare dhimbjen e opozitës kur i paralajmëroi deputetët e saj se do ta votonin marrëveshjen me kokën poshtë dhe dorën lart. Dhe kështu ndodhi, edhe Gazmend Bardhi, si gjithnjë e ktheu në forcë kartonin e shill dhimbjen e rrëzimit për pjekjeve të tija të pakuptimta për të hequr emrin e kryeministit nga marrëveshja për bordin e paqes. Paralajmërimi i Ramës se të hënën do të flisë edhe në Knesetin izraelit në Jeruzalem shtoi krip në plagën e hapur të opozitës dhe rrëzimin e tezës saj se antarësimi në bordin e paqes nuk ka asnjë merit personalit kryeministrit, i cili në ëndrrën e saj të bukur duhet të ishte me tuta Nike dhe në burg. Si për ta thelluar ironi në momentit, gjykata kushtetuese pasdite pranoi të shqyrtojë një ankim të demokratëve për bllokimin e kërkesës tyre për ngritjen e një komisioni hetimor kuvendor për çështjen McGonigal. Pra, për çështjen kryesore që opozita shpresonte që FBI-ja amerikane të arrestonte Edi Ramën. Por në fakt opozitës nuk e ka fajin as Donald Trump, as Ivanka apo Jared Kushner dhe as FBI dhe as gjykata kushtetuese. Pasi humbi kohë dhe para për të qenë e pranueshme për administratën e re Trump, pasi u lëkun si gjete fiku nga pozita sovraniste të ato trampiste, ajo humbi dhe busullën në orientimit ideologjik që ja përsaktonte si e shkuara, ashtu dhe rrethanat. Sot Partia Demokratike humbi dhe shansin e artë që ajo të ri-identifikojë si forcë europianiste, qoftë duke qenë kritike ndaj bordit paqes, ashtu si në fakt ka qenë dhe Bashkimi Evropian. Kujtoj se nga vendet e Bashkimit Evropian, vetëm Hungaria ka marrë pjesë dhe sigurisht nesër apo pas nesër, qëndrimi i qeverisë Rama ndaj bordit paqes mund të krijojë aty probleme në komunikimin me Brukselin në një fazë delikate të integrimit. Dhe këtu kujtoj jo rastisht se pasaporta europiane dhe jo ajo amerikane është premtimi vetëm elektoral i Edi Ramës në 11 maj 2025. Sot opozita duhet ta mbërthente Edi Ramën vetëm me një pyetje të thjeshtë para se të votonte me kokën poshtë dhe me dorën lart. Zoti Rama, ky bordi i paqes na afron apo na largon me Europën? Dhe në fakt ky duhet ishte diskutimi sot në një parlament normal ku opozita dhe qeveria të bënin një debat serioz për të ardhmen e vendit në këtë kohë ankthi botëror. Bordi i paqes sigurisht kanë fokusin e mesme, por është edhe një sfidë e hapur amerikane në Kombeve të Bashkuara dhe jo më larg se sot, ato zyrtarizuan dalin nga organizata botërore e shëndetësisë. Debati për Groenlandën ende i pashuar dhe i pasqaruar ka vënë në dyshim aleancën euroatlantike ku ne jemi kryesisht palë amerikanëve, por amerikanëve djeshëm, jo këtyre të sotëm, të cilët jo rrallëherë kanë kërcënuar të ikin dhe nga bazat e tyre në Europë, përfshirë dhe Ballkanin. A mundet kombëve shqiptar të mbjetojnë një situatë të tillë? Sot Vjosa Osmani nuk fsheu krenarinë e qenit për krah Trump, por Kosova ka specifikat e veta. Ndërkohë që Shqipëria thuhet se është një hap larg integrimit. Por nëse Rama ulet në Washington për një marrëveshje ku nuk është as Meloni, as Macron, bile as Mitsotakis, ana largon kjo marrëveshje së paku edhe një hap tjetër nga integrimi. Edhe për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në rrësore. Me dorën lart dhe me sy mbyllur, në fakt kjo është e vërteta e votimit sot në parlament të një marrëveshje që sigurisht e vendos Shqipërinë për krah presidentit Trump, por hap një debat tjetër i cili për fat keq nuk u bë sot në kuvendin e Shqipërisë, debati nëse kjo lloj marrëveshje na afron me Amerikën, por njëkohësisht na largon nga Europa. Sigurisht do të diskutojmë edhe për këtë, por fillimisht do të flasim padyshim edhe për debatin sot politik në Tiranë. Me mua sot në studio jam Pascal Milo, ish ministri i punëve të jashtme. Mbrëma profesor, faleminderit që jeni me mua sonte. Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, i akuzuar shpesh ndër të tjera se shpenzon më shumë kohë në korridoret e Kongresit dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Mbrëma zoti Mediu. Akia Bazi, ishte vënë kryeministër i Kosovës, sot shkretar pranë zotit Haradinaj. Mbrëma, Hakik kënaqësi të kem në program. Skënder Menxhozi, kolegu im ish diplomat, mbrëma Skënder. Ndërkohë në lidhje nga Ajda kemi profesorin dhe mikun e programit Medlir Mema. Mbrëma profesor, faleminderit që jeni me ne sonte. Faleminderit ju, mbrëma. Besoj që do të flasim pak edhe për bordin e paqes, po fillimisht duhet konsumoja pak themi debat lokal politik. Zoti Mediu,
unë pash ishte aktiv sot në debat, ndërkohë keni marrë një pozicion temi më ndryshe në këtë debat gjatë gjithë këtyre ditëve dhe javëve, megjithatë, pse duket sikur atë ngraskën e Edi Ramës sërish sot? Shiko, e para njerë unë nuk bëj pjesë të këj grupë që kam qef të shikoj atë që është e sipërfaqshme. Prandaj e bëra diferencë, nuk e kam për ju personalisht. Me thelbin. Dhe ja thash edhe kryeministrit sot që çështjet e sigurisë nuk janë pronë private e kryeministrit. Trajtojnë në mënyrë shumë serioze. Dhe në këtë pikpamje mendoj që kur ti flet për një marrëveshje të re apo një marrëdhënie të re, duhet të kesh në konsiderate para kushtetutën e vendit tënd, respektimin e kushtetutës, e cila nuk është çështje qefi, por çështje e detyrueshme për qeverinë edhe për deputetët. E dyta, duhet parë statusi që ke në pikpamjen e marrëdhënies ndërkombëtare. Ne jemi vendantar i NATO-s dhe nuk mund të tolerojmë asnjë marrëdhënie si vendantar i NATO-s e cila mund ta anashkaloj apo prish marrëdhënie dhe raportet brendshme të NATO-s, sepse është i vetmi institucion kur Shqipëria bën pjesë dhe ka një peshë të madhe qoftë për shkak të asaj të drejtet vetos që ka. Përveç se elemente tjerë politike, ushtarak apo edhe të interesa të tjera gjeostrategjike. Mëtej, pastaj, ne si shqiptarë kemi shprehur një qëndrim të përbashkët, që jemi në procesin e integrimit evropian si një proces primar, parsor, dhe do të thënë qëllimi i gjithë shqiptarëve është për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pra, çdo lloj diskutimi që duhet bërë, duhet ta ketë këtë analizë brenda. Ka kushtetutshmëri apo jo? Ka përputhshmëri me status që ne kemi si vendantar i NATO-s edhe me politikat tona të jashtme. Pastaj edhe kush janë obligimet e Shqipërisë në pikpamjen e marrëveshjeve të tilla. Po një pyetje kam Vladimir, ju po tishit ju, se unë jam dhe unë dua që për këtë të flasim sot më shumë. Po unë kam një dyshim që edhe po tishit ju në vend e Edi Ramës, do ta kishit firmosur me sy mbyllur këtë. Po unë nuk mend, shiko, e para njerë unë nuk jam dakord me atë. Pse? E para nuk detyroi njëri Shqipërinë për të bërë pjesë me vrap, apo jo? Nuk e detyroi njëri Shqipërinë apo Ramën që do thonë të mos diskutonte thellësisht apo edhe negocionte për sa i përket kësaj marrëveshje. Apo edhe të merrte këshillën e partnerëve kryesorë evropian për të parë se ku janë shqetësimet e tyre. Po ta shikosh në përgjigje që unë sot mora shkas edhe nga një deklaratë që ka bërë Ministria e Jashtme e Britanisë, e cila ngre shqetësimin e ftesës që është bërë presidenti Putin për të qenë pjesë e këtij bordi. Edhe sa kjo komplikon pastaj në raportet e sigurisë apo dhe precedent që mund të krijohen vendimarrje, të cilat mund të synojnë edhe zhvillimet politike në Europë dhe jashtë Europës, në mënyrë të veçantë Ukrainë, por mos harrojmë edhe në çështjet e hapura që janë në Ballkan. Dhe përgjigjja e Edi Ramës është që këto i kanë parë miqtë tanë që na kanë ftuar. Tash miqtë kanë parë interesin e tyre, politik e tjerë, dhe unë po të bëj analizën e asaj çka kërkon Trumpi, mund të jem 100% dakord dhe thash që do të ne pajtohemi me bordën e paqes. Por unë mendoj që politika shqiptare e votuat e proso. Do të thënë, ne votuam një akt për Shqipëria për të qenë pjesë, është detyrimi i qeverisë që tregoj kjo pjesëmarrje, kush janë detyrimet, obligimet dhe raportet. Ju e kishit marrëveshën kur votuat. Jo, s'kishte, po ja ta lexoj, prandaj ky është dhe problemi. Se bordin e marrëveshën dhe bordin e kemi lexuar gjithë dhe ne. Po e mbaroj këtu dhe po t'jap dy sqarime tjera. Pra, them që kur flasim për një çështje të tillë, është e nevojshme që të kemi një qëndrim të unifikuar, jo politik me votë parlamentare, por të shqyrtuar dhe diskutuar politikisht një institucion që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare që nuk ekziston më. Po thuajse edhe nga pikpamja formale nuk ekziston më. Ku presidenti i Republikës të rret gjithë aktorët të institucioneve kryesore për çështje të tilla për të parë qëndrim, për të parë përputhshmërinë kushtetuese, statusin e vendit antar të NATO-s, politikat dhe perspektivat europiane. Edhe raport me OKB-n ose dhe obligimet e tjera. Dhe me OKB-n, padyshim, dhe me OKB-n, se do të thonë organizata të tilla janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë, do janë organizata të cilat japin peshë vendeve të vogla, sepse krijojnë të gjitha të kuadrin ligjor të veprimeve të cilat ndikojnë ose jo në ecurinë tonë. Kjo është një anë, por unë po i them çështjes kushtetuese të parën. Do të ka dy shkelje të dy neneve të kushtetues. Neni 121 i cili thotë që do të thonë kryeministri firmos marrëveshjen e pastaj ratifikon parlamenti. Gjë që e cila do të thonë nuk ka një marrëveshje bazë me cilën ka firmosur kryeministri. Është një ftesë që është bërë. Dhe sot u formua bordi. Kryeministri nuk është pjesë e bordit, apo jo? Dhe pyetja është si mund të jetë pjesë e bordit kur kushtetuta detyron që marrëveshjet të votohen në kuvend. Jo, nuk e detyron dhe kushtetuta. Marrëveshja vjen dhe ratifikohet në kuvend. Ajo marrëveshje nuk është negociuar akoma, është nënshkruar dhe ka shumë vende të cilat duan të bëjnë pjesë, por do negociojnë terma përkatës. Dhe pasi negociohet, atëherë nënshkruhet dhe bihet për të ratifikuar, sepse po ta marrësh në të kundërt, në qoftë se do të ratifikohet, atëherë nëse do ketë ndryshime do i kthesh prapë në parlament për të bërë ndryshimet e asaj marrëveshje, nuk ka sens. Pra, në gjithë logjikën, profesori di shumë herë më mirë traktatet marrëdhënies janë qoftë në kuadrat e Ministrisë së Jashtme për historinë sonë politike. Por ajo që dua të them, kjo është shkelja e parë e kushtetutës. Shkelja e dytë e kushtetutës thotë
që do të në kuvend ti mund të paraqesh me urgjencë, po jo më pak se sa një javë. Pse duhet jo më pak se sa një javë? Që deputetët informohen për atë çka votojnë. Sot shumica e deputetëve që kanë rrahur duar dhe kanë duar trokitur, nuk e kanë lexuar as tekstin bazë të marrëveshjes. Jo më dokumentat që vinë nga presidenti apo nga institucionet tjera. Jo më të kenë bërë një analizë të thelluar të thënë që ore prit se ne po votojmë me koshiencë se çfarë duhet. Pra rreshtohemi dhe bëhemi në një teatr që është kthyer, do të thënë në një parlament i cili është kthyer në një teatr kukullash. 110 vota. Dhe unë thash dhe përsëris. 110 vota. Është çmendur mbreti dhe ne themi rroft mbreti. Po pse votuat në fakt? Edhe njerë, absolutisht, ja po ta them si e votuam, edhe ta shpjegoj si e votuam. Rama 80 ka. Ja ta shpjegoj si e votuam. Votuam në parim dhe votuam nen për nen kundër asaj që do të thonë përpiqje Edi Rama ta përdor sot si manipulim në raportin personal. Fatmir, lutem, kjo nuk është vërtet. Ju votuat paraqita amendamente vetëm që ti ishit emrin e Edi Ramës. Po këto ishin 3 nenët më. Ju votuat amendamente që ti Edi Ramës. Dhe kjo s'ka sens se në fund fare Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë. Ore, është kryeministri i Edi Rama, nesër ka Fatmir Mediu, nuk ka asnjë marrëveshje e cila thotë që do të nënshkruhet ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe autoritet përfaqësuese, jo më ftesa nuk ka ardhur tillë, po ja them ku është ftesa që duhet ishte Edi Rama patjetër. Atë ta lexoj tekstin e ftesës. Më fal se po ja u lexoj, okay. Lexoja. Ja po ja u lexoj tani. Pika 2.2. Thuhet që përfaqësues në këtë bord paqes është kryetari i shtetit apo qeveria. Kryetari i shtetit apo qeveria. Është kryeministri i qeveria. Jo, kryetari i shtetit nuk është, e para është kryetari i shtetit. Përfaqëson shtetin kryetari i shtetit. Lutem, tani më fal, ju e dini që në Itali për shembull ata kanë ftuar Melonin dhe nuk kanë ftuar Mattarellën. Tani ta themi tamam. Po dhe ftesa thot dear prime minister Rama. Donald Trumpi i ka këtë lloj përzgjedhjes të tilla. Donald Trumpi ka interesat e veta. Apo e lexojmë. Ja ku e kemi rastin e Kosovës. Thot ja dërgoi presidentit e Republikës. Megjithatë edhe një herë, Kosova ka edhe një marrëdhënie kushtetuese pak më ndryshe se ne te politika jashtme. Jo të njëjtë me ne në politikën e jashtme. Ka më tepër forcë, domethënë sipas kushtetutës presidenti i Republikës se sa çka presidenti. Tutën e ka qeveria. Një minutë pra, edhe një herë, un po them se çfarë thot teksti dhe thash se kush janë shkeljet kushtetuese. Dhe unë nuk mund të bëhem formal nga kjo pikpamje, them që janë shkelur kushtetutë dhe bravo i qoftë. E dyta që unë i kam kërkuar sot kryeministit është pikërisht kjo. Sa kjo vjen, sepse unë se kam këtë informacion. Ti më vendos përballë detyrimin për të votuar. Unë mund të votoj dhe kundër, por prapë mund të bëj një gabim akoma më të madh. Sepse si vend i vogël ti duhet shikosh pozicionet që ke, konsekuencat që ka. Sepse konsekuencat mund të jenë të pariparueshme. Flasim për këtë pak më vonë. Haki, presidenti i Kosovës u duk shumë e lumtur, ishte aty në rresht parë, bëri fotografi. Nuk e di nëse ky debat është në Kosovë apo jo. Po sigurisht që vendimet e politikës kosovare janë vendimet fotografive, jo të përmbajtjes. Sa ngjajmë ne me njëri tjetrin? Ideja është e vërtet që presidenti ja përfaqëson politikën e jashtme sipas kushtetutës, por nuk ka pas as edhe një diskutim për atë se çka do të thotë prezenca dhe çfarë mund të ketë si impakt edhe në kursin evropian, edhe në dialogun e Kosovës, por edhe në aspektin e refuzimit nëpërmjet fjalimit të kryeministrit kanadez dhe të tjerëve, të një situate jashtëzakonisht komplikuar në marrëdhënien ndërkombëtare. Mua më kujton kjo, si themi, histeria e veprimeve diplomatike të Donald Trump në një format tjetër të formimit të koalicionit të përbashkët në Afganistan. Kush vjen, kemi të bëjmë me një vendim me dorën e fortë dhe mandej do merremi me konsekuencat. Mund të ketë një impakt të momentit, por për llogaritja e Kosovës, e më vjen keq të them edhe Shqipërisë, për brenda këtyre proceseve pothuajse është margjinale. Tani varet edhe nga cili kënd e shikojmë, mu më vjen keq që zonja presidente ka vazhduar me të njëjtin avaz, që të bëhet pjesë e nismave shumë të rëndësishme edhe nga kuptimi negativ, pa pas një diskutim të mirëfillt të politikës jashtme, sepse përkundër faktit që është përfaqësuese sipas kushtetutës, duhet kemi një konsenzus të ndërtuar në nivelin minimal shoqërisë kosovare se cili është diskursi ynë. Unë mendoj që Rama ka bërë një veprim dur, nëse kërkoni opinionin tim, se ai do shfrytëzojnë mundësinë që ta nënshkruajë këtë marrëveshje në shtëpinë e bardhë. Siç e tha dhe sot. Po, që do jetë një hapësirë tjetër e negocimit, përkundër faktit të një bashkëbisedimi 15 sekondësh
që është bërë ndërmjet presidentës së Kosovës dhe Donald Trump aty. Super të fotografuar, ama. E kuptoni nëse mbetemi tek politika e jashtme nëpërmjet fotografive dhe tentimit për të bërë fushat elektorale me procese, pa i analizuar deri në thelb se çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e Kosovës, në rastin ton, i bie që realisht ne nuk jemi duke marrë seriozisht rrezikun me cilin jemi duke u ballafaquar. Mund të jetë një aplaudim i pafundëm për një fotografi, mund të jetë edhe një dënim i jashtëzakonshëm nga Bashkimi Evropian për diskursin e Kosovës. Nuk po them se është njëra apo tjetra, po spaku duhet të ketë një debat të mbrëmshëm ndërinstitucional, pse jo edhe përfshirë edhe ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, që kur mrrim në kësi momente të mos ballafaqohemi mandej me dekada me surpriza. Profesor, doja të fjalënue, por për efekt kohe doja të lidhesha me Medlirin. Medlir, atëherë besoj e ndoqe debatin, argumentet edhe nga Tirana, edhe nga Prishtina. Ky bordi i paqes, është ka duke një term shumë i bukur, i fort, duke pasur parasysh figurën e presidentit aktual amerikan, zoti Donald Trump, mund të fshehë surpriza për ne shqiptarët në të ardhmen? Temi surpriza jo të këndshme. Surpriza sigurisht. Jo, patjetër, dhe në pak bie dakord me dy parafolësit në analizën e tyre së pari për domosdoshmërinë një debati të brendshëm. Dhe sikur përfundimisht të arrijmë një rezultat të ngjashëm me votimin e sotshëm, thjesht fakti që kemi diskutim, kemi debat mbi përparësitë të të ardhmen të politikës së jashtme shqiptare, atëherë aty dalin edhe elemente tjetër që janë të rëndësishme për ne. Sepse për momentin nuk është se kemi një politikë të qartë të jashtme, edhe kjo reflektohet pikërisht në këtë vendim të nxituar. Unë shikoj të paktën dy, do thoya unë pasoja, njëra afatshkurtër e afatgjatë. Në aspektin afatshkurtër është më shumë në sensin e marrëdhënies me Bashkimin Evropian, megjithëse unë mendoj që përfundimisht nuk do të ketë një ndikim shumë të madh mbi të ardhmen politike të Shqipërisë si antar i Bashkimit Evropian, sepse mendoj që herë vonë edhe vetë Bashkimi Evropian duke konsideruar gjithçka që po ndodh në botë, i intereson një Ballkan i stabilizuar, edhe që nuk mendoj që do të ketë ndikime në ratat e teme antarësimit të Shqipërisë, por gjithsesi mendoj që të ketë një lloj reagimi të menjëhershëm. Në aspektin e dytë pasaj ka të bëjë me çështjen e të ardhmes e këtij rendi ndërkombëtar botëror, të cilët ne jemi pjesë e këtij rendi, i bazuar me drejtë ndërkombëtare, i bazuar mbi organizata ndryshme ndërkombëtare, dhe duhet të kuptojmë që Bordi i Paqes del paralel, pra është një organizatë e cila sfidon në një farë mënyrë edhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sfidon edhe pikërisht këtë dakordsi që tashmë prej 80 vitesh kemi siguruar dhe që sikur se tha zoti Mediu i shërben shumë mirë Shqipërisë, sepse në fakt na shërben ne kur është e drejta ndërkombëtare që mbizotron, kur janë institucione ndërkombëtare që kanë fjalën e fundit dhe ku nuk është themi gjithmonë forti dhe pushteti dhe i fuqishmi i cili ndikon pastaj. Unë për shembull Bordin e Paqes shikoj si një iniciativë të ngjashme me atë të Rusisë dhe Kinës, për shembull siç është me BRICS apo me Organizatën e Sigurimit të Shangajit, të gjitha këto janë organizata paralele që në një farë mënyrë sfidojnë legitimitetin dhe të ardhmen etikitetin e këtij urdhri edhe rregullit të ndërkombëtar që ekziston që nga 45-a. Ky është shqetësimi im dhe unë mendoj që ky do të jetë ndikimi më i madh, sepse jemi duke përforcuar pikërisht një organizatë, një organizëm siç është Bordi i Paqes që sfidon, pra në rastin më të mirë sfidon Këshillin e Sigurimit të Bashkuar dhe vetë këtë strukturë ndërkombëtare. Në rastin më të keq na bën të dalim huaj sepse unë personalisht nuk mendoj që vetë Bordi i Paqes do të ketë një temë të ardhme shumë të gjatë, ashtu sikurse shumë iniciativa si nga zoti Trump, ashtu si nga zoti Biden, mos harroj për shembull Aleancat për Demokracitë, që ishte një iniciativë e zotit Biden që nuk flitet më për të sot. Unë mendoj që në të ardhmen nuk do të flitet shumë për Bordin e Paqes, por minon gjithsesi këtë bashkësi ndërkombëtare. Zoti Mila, le temi se po shikoj që jeni gjithë kritik dhe pa ja dhënë akoma fjalën Skënderit, që e di pak a shumë qëndrimin e tij parimor. Po pse duhet kemi frikë ne të bëjmë aleancë me Shtetet e Bashkuara, duke hedhur edhe qoftë atë që quhet në anglisht a leap of faith, pra le të themi një hap ndoshta të verbër me sy mbyllur, por duke pasur parasysh në fund fare, po flasim për një nisëm të presidentit amerikan. E pare punës që Shqipëria asnjëherë në asnjë moment të historisë së vet, si shtet i pavarur, nuk ka patur përjashto periudhën e komunizmit, nuk ka patur frikë të ndërtoj marrëdhënie
aleance, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është shumë e qartë. Dhe sot ndodhemi në rrethana të tjera, krejtësisht të tjera. Dhe unë duhet ju them që duhet ta shtroj në 2 plane diskutimin e shkurtër që po bëj këtu. E para, duhet shikojmë pikturën e madhe ndërkombëtare. Dhe në këtë kuadër, në pikturën e madhe ndërkombëtare, të vendosim edhe katundin ton të vogël politik dhe mediatik. Në qoftë se i ndajmë këto gjëra, i marrim të shkëputura, atëherë nuk do të kemi kursesi gjykime të drejta dhe përfundime të sakta. Që do të thotë që ajo që ka bërë propozimi i presidentit Amerikan Trump për të ndërtuar një institucion të tillë, mund të ketë synime të bukura, mund të ketë synime pozitive, që mund të jetë përmbyllja e një konflikti konkret në këtë rast në Gaza, por Më serioz do thoja unë botë. Por që hap shteg edhe për një rol shumë më të madh për konflikte të tjera, për luftrat të tjera, për ndërhyrje të tjera, dhe mbi të gjitha, duke lexuar tekstin e atij projekt statuti që është shpallur, mund të them me bindje të plot si njohësi drejtës ndërkombëtare. Dhe jo vetëm unë, por shumë studius ndërkombëtar këto ditë kanë vënë në dukje që kjo nismë është në kundërshtim me parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare, që funksionon sot, që është ndërtuar pas luftës dytë botërore, dhe që janë parime themelore, siç janë parimet e respektimit të sovranitetit, të integritetit territorial, të mosndërhyrjes në punët e brendshme dhe të zgjidhjes konflikteve në rrugë paqësore. Dhe mbi të gjitha, për herë të parë, synohet të zhvendoset, në mos të eliminohet, Organizata e Kombeve të Bashkuara, kur dihet që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me deklaratat, por edhe me veprime konkrete, ka dalë kundër Organizatës Kombeve të Bashkuara. I kanë nxjerrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 31 organizata të sistemit të Kombeve të Bashkuara. Zyrtarisht sot, nga OBSH-ja. Po. Dhe në këtë mënyrë ai pra kërkon me këtë bord që është duke krijuar, e para të zëvendësoj Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e dyta të bëj një akt që nuk mund ta pranoj kush nga fuqitë e tjera të mëdha, që është pushteti suprem i kryetarit të shtetit amerikan për të vendosur për gjithçka ai dhe vetëm ai. Sistemi ndërkombëtar, rendi ndërkombëtar, është një bashkësi veprimesh kolektive të aktorëve të mëdhenj ndërkombëtar, që nga Karta e Organizatës Kombeve të Bashkuara, që e kanë nënvizuar këtë rol të këtyre fuqive të mëdha, dhe deri tek ai fenomen që njihet, dhe sidomos 30 vjet të fundit të njohur si multilateralizmi, problemet e mëdha të botës, që janë të shumta, sfidat e këtij rruzulli toksor ku ne po jetojmë, nuk mund të zgjidhen veçse në mënyrë kolektive, veçse përmes përpjekjeve të përbashkëta dhe të koordinuara të gjitha vendeve dhe në mënyrë të veçantë të aktorëve të mëdhenj të politikës ndërkombëtare. Nuk mund të zgjidhen me vullnetin e një fuqie të madhe cila do qoftë ajo, e në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, për të bërë për ta mbyllur, duhet që kjo çka është paraqitur duhet patjetër që të revizionohet dhe të vijë në përputhje me parimet kryesore të së drejtës ndërkombëtare. Po su bë kjo nismë nuk do të ketë jetë të gjatë. Sepse sot kanë qenë
në nënshkrim çfarë u bë në Davos, kanë qenë 19 vende nga 60 që u dërguar ftesa. Pra, nuk është ndonjë bilanç pozitiv. Reagimi i parë i vendeve është 1-3. Pra, në 3 vende vetëm 1 ka pranuar të shkojë në Davos. Dhe kjo duhet mbajtur shënim. Dhe përpos kësaja, ndofta më jepet rasti, përpos kësaja, unë nuk e kuptoj, ose e kuptoj, por nuk më pëlqen që ky nxitim kaq i madh në Shqipëri për të mbështetur. Kjo është pikë që do e prekim, profesor, që do e prekim patjetër. Ta ruajmë, po patjetër, sigurisht që po. Vetëm me që profesor Mediri, jam dakord, por profesor Mediri do shkëputet nga ne, Skënder, ti e shtëpisë më toleron. Medir, profesor Milo përmendi faktin që kjo marrëveshje, ky akord, nëse nuk vjen në kuadrin e temi e drejtës ndërkombëtare, siç e njohim ne sot, është e destinuar ose të na rrezikoj ose të dështoj. Po kam frikë që nisma e presidentit Trump niset pikërisht për të rrëzuar normat aktuale të drejtës ndërkombëtare. Dhe këtu po përmend Maduro, po përmend sulmin mbi Iranin, goditjet Nigeri, pra kemi disa aksione që presidenti Trump i ka marrë në mënyrë të njanshme, pra unilaterale, në një farë mënyrë për të rikthyer hegemoninë amerikane, me parimin, siç e tha George Bushi i riu pas kur nisi luftën me Irakun, ose do jeni me ne, ose do jeni kundër nesh. Pra nuk është diçka e re, thjesht po ripërsëritet me një mënyrë tjetër. Pra, duket që presidenti Trump kërkon ta shembi të drejtën ndërkombëtare siç ekziston sot. Duket se ky është synimi i tij apo jo? Po patjetër, atëherë pyetja bën, a na shërben ne kjo shembje? A i shërben Shqipërisë shembja e rendit ndërkombëtar? Mund të shërbejë zoti Trump, mund të shërbejë Shtetet e Bashkuara si një superfuqi, por Shqipëria varet pikërisht nga këto institucione të drejtës ndërkombëtare. Edhe kështu që në këtë kontekst, pra edhe një herë tjetër, mendoj që për interesin kombëtar shqiptar nuk i intereson që të minojë pikërisht të njëjtin institucione, të njëjtin rend kombëtar ndërkombëtar, i cili shërben mbjetesës së popullit shqiptar. Vetë shqiptar si shtet vjen në kontekstin e lidhjes së kombeve që ishte para rendit Kombeve të Bashkuara. Pra, e kaluara, e tashme dhe ardhmja e Shqipërisë dhe varet nga mbjetesa e këtij rendi ndërkombëtar e ndërtuar mbi të drejtën ndërkombëtare. Do të them diçka tjetër lidhur me bordin e paqes, sepse shpeshherë do të shkojmë tek origjina. Cili ishte origjina e bordit të paqes? Origjina e bordit të paqes ishte pikërisht për të mbikëqyrë çështjen e procesit të paqes midis Izraelit dhe Palestinës, sidomos pas sulmeve dhe gjithçka që ndodhi në Gaza. Dhe pastaj me kalimin e kohës u zgjerua. Dhe nuk u bë asgjë për një kohë shumë të gjatë, në fakt ishte një proces që pothuajse ra në gjumë plotësisht ose u zhduk. Dhe ka qenë vetëm në javët e fundit, si edhe është përdorur thjesht si një instrument politik për zotin Trump, për të rikthyer atë në qendër të politikës ndërkombëtare, që është e drejta e tij, është e drejta e administratës së tij, nuk e paragjykoj këtë, por po them gjithashtu që gjithashtu nuk mendoj që është një iniciativë, një nismë e mirë menduar, në fakt është nxituar. Së paktën sipas diskutimeve dhe bisedave që unë kam pasur me persona që janë rreth për qark të korridorëve në Washington DC, kjo shikohet më shumë si instrument politik, sesa një instrument i mirëfillt institucional që do të riorganizohet dhe ka fuqinë për të qëndruar këtu sot, nesër dhe pasnesër. Atëherë pyetja është, ne si Shqipëri, si politika shqiptare, a do të fuqizojmë këtë lloj përdorimi cinik të pushtetit ndërkombëtar, apo do të jemi në anën e të drejtës ndërkombëtare dhe të institucioneve ndërkombëtare që na shërbejnë ne. Sepse, dakord, nëse drejtat ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare nuk na shërbejnë, se kanë problem fare, le të jemi edhe ne cinik, le të shkojmë në anën e zotit Trump, edhe shumë mirë ta bëjmë. Por fakti është që ne nuk na ndihmon diçka e tillë, e para, dhe e dyta, siç thash më parë, është një nisëm e nxituar, është një nisëm kryekëput politike, nuk ka të bëjë asgjë me ndërtimin e një rendi të ri ndërkombëtar, sepse mos harrojmë që puna për Këshillin e Sigurimit ose për Kombet e Bashkuara filloi që në vitet 41-42, ishte Roosevelti që e krijoi të gjithë strukturën dhe pastaj në momentin e caktuar, në kohën e duhur, gjet këto vendime ndërmarr. Kurse këto vendimet të javës së fundit dhe si rrjedhim janë vendime të nxituara. Mirë, Medir, faleminderit që ishe me ne në këtë pjesë parë programit. Medir Mena, profesor nga Idaho. Faleminderit, Medir. Skënder, po e vazhdoj të thot Mediri, që përmendi që temi Kombet e Bashkuara lindën fillim vitit 40 si ide e Rooseveltit,
por ama për të zëvendësuar lidhjen e kombeve, ëh? Pra le të themi, nuk është se për shembull shikojmë se temi zoti Trump si personazh politik është personazh ndarës, nuk është personazh bashkues. Pra ai ndan në opinionin e tij dhe duket që ai nuk shqetësohet për këtë. Por nga ana tjetër, shembulli që mori me deri tregon që në fakt Trump ecën në një traditë që nuk është se nuk e kanë bërë dhe pararse e tij. Pra të rivendosjes së rendit të ri botror, bëri edhe Roosevelti pastaj me takimin e famshëm të Jaltës, me ndarjen e tortës me Stalinin dhe me Churchillin. Tani si shti me drejtë thua her pas here, nuk janë më anglezët, po në tavolinë janë ulu kinezët. Po ama tendenca duket e qartë. Rusia, Amerika, Kina. Patjetër, po asistojmë Stockholm në një ribërje të vrajt dhe agresive të rendit botror. Siç ne e kemi njohur mbas luftës dytë botërore dhe cila ka prodhuar, mendoj unë, në hemisferën veriore të paktën ka prodhuar një sasi të madhe demokracie, standardesh, të drejtash dhe edhe pasurie gjithashtu. Amerika më e pare që ankohet me gojën e Trump që i kanë bërë padrejtësi të gjithë të tretët e mundshëm, që nga paqësorje deri në Atlantik, ka njohur mbas luftës dytë botërore dhe këtë e pranojnë vetë studiues amerikane, pranojnë mediat shumica e tyre dhe shumica e politikanëve madje që kjo nuk ka qenë një periudhë kur Amerika ka parë veten në dobësi me sipër. Përkundrazi, ka vendosur një rol udhëheqës në atë që konsiderohet sot si bota perëndimore dhe në daljet luftës së totë ka parë veten për 30 vite si e vetmja superfuqi në të gjithë globale. Sot po asistojmë në një ribërje të këtij rendi botror. Amerika në mënyrë të vrasht po del nga të gjithë organizatat ndërkombëtare. Ajo po predikon mbylljen America First. Për fat, po krijohet, po e shohim, se pjesa tjetër e botës kur sheh këtë linjë agresive, mundohet të modifikojë qëndrimet e saj në realitetet e reja që ajo prodhon, dhe po shohim që nga Amerika e para, gradualisht po shkojmë drejt Amerika vetëm. Në këtë sens, në atë që mund të konsiderohet si djepi i globalizmit dhe që është forumi ekonomik botror i Davosit, sepse kështu është parë prej vitesh, zotrinjtë e dinë më mirë, Trump simbolikisht donte t'improvizonte këtë lloj spektakli, i cili natyrisht e tejkalon me qindra herë këtë lojën e vogël, siç tha profesor Milo, këtë lojën e vogël tonë shqiptare ku parlamenti grindet për diçka që e dinte që në fund seancës do ta votonte. Pra Trump inskenoi një OKB private, siç e ka quajtur një pjesë e shtypit ndërkombëtar, që ta ketë për duke e kamufluar në mënyrë shumë tinzare në rezolutën 2803 të vitit shkuar dhe të samitit Sharm el Sheikut, duke e paketuar si një format që do të merret me gazën dhe që këtë tutje me sa ne po shohim, nuk do të merret me gazën, por do të merret me gjithë punët e botës. Tani këtë e bën një president i cili e ka quajtur veten dhe ka fituar madje par vjet me titullin president i paqes, por që në një vit, fiks në një vit në zyrën ovale, ka sulmuar Iranin, ka sulmuar Jemenin, ka sulmuar Venezuelën, i ka thënë Kolumbis dhe Kubës bëuni gati, ka thënë Kanadan do ta marrë shtet 51, kërcënon Groenlandën dhe dëshiron të prish NATO-n, sepse është e qartë që po sulmove një vëndëtar të NATO-s, përveç nenit 5 që ajo pastaj është një procedurë që del jashtë çdo lloj logjike, faktikisht aleanca bie dhe ky është problemi. Në këtë sens, për ne si shqiptar, në këtë pjesë tonën të vogël, por për shqiptarët dhe të Kosovës dhe Shqipërisë, mendoj se dy janë dilemat që dalin më së shumti. E para, a jemi dakord ne me prishjen e rendit botror, kështu siç e njohim, për pjesën tonë shumë modeste, dhe e dyta brenda kësaj është dhe një zgjedhje tjetër, që do të na vijë nder dhe për atë duhet përgatitemi se do të jetë më konkrete, mes Evropës dhe Amerikës, nëse këto dyja do të shkojnë kurs për plasje, ku do të pozicionohen? Kjo është vërtet. Dhe kjo është, unë mendoj kjo është kryepyetja më e madhe. Dilema më e fortë, vërtet. Për shembull, sot dëgjoja zotin Berisha, për cilin unë kam një mendim që besoj se është i ditur, i cili thoshte diçka, kishte një nuancim. Kishte një nuancim, thoshte që për çështje sigurie patjetër duhet të jemi tek Amerika. Natyrisht, një politikan me përvojë e bën këtë lloj dallimi. Problemi është se ne jemi tashmë një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ku do të rrim ne me Evropën në qoftë se
Trump në të rejqë për flokësh në këto këbën private, do të rrim pra... Shka nevoj, ne po ikim vetë. Jo, se ne do t'jemi, do të vazhdojmë t'jemi, edhe në këbën... Ne dhe Kosova. Edhe në UNESCO, edhe në UNESCO, edhe në OBSH... Dorën lartë e sëmbyllur. Pa tjetër, edhe në OBSH, edhe në traktat në klimës, gjithë në ato 31 institucionet ku Trump ka ikur, ne do të vazhdojmë t'jemi. Problemi është se, kur të vi puna për të bërë zgjedhjen e madhe, ku do t'jemi? Sepse ajo që ne pam dje, dhe këtu e mbyll, pam një president i cili ka dalë jashtë çdo lloj formati dhe çdo lloj logjike. Tonë, se me vetë mund t'jetë në rregull, logjika amerikane mund t'jetë në rregull. Jo, edhe me logjikën e një personi normal, unë besoj që do ta klasifikonte si të pa klasifikueshëm fjalimin, sepse ishte një përçardhje, me thënë drejtën. Ngatron vende, merret me syzet e Macronit. Pastaj thot kanadezëve, ju vetëm prej nesh jetoni. Pastaj thot evropianëve, në një vend gjermanisht foli, se thotë do flisni gjithë gjermanisht. Tani zvicrar gjermanisht flet. E kupton, domethënë, edhe unë ta jam me origjinë gjermane. Fjalimi ishte një përçartje nga ato që nuk e meriton një sallë ati nivel. Okej, shkurt profesor, pastaj Fatmiri dhe Akiu. Unë mendoj që ne duhet kemi parasysh një fjalim të kryeministrit të Kanadas në Davos, i cili është vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Pati edhe një thagëm të madhe, profesor. Pati edhe një thagëm të madhe. Pati dakord, por në thelbin e vet, ai pranoi që ky rend ndërkombëtar që kemi i takon historisë. Dhe ne të gjithë së bashku, tha, duhet të përpiqemi të krijojmë një rend të ri ndërkombëtar më të fortë, me partner strategjik Kinën. Si? Me partner strategjik Kinën. Nuk e di, rendi rinë, më falë, shiko, rend të rinë ndërkombëtar, pa fuqi të mëdha, nuk ka fuqi. Ka, po jo me përcaktime të tilla. Jo, pamërësisht, ai vërtet... E ke antarët të sigurimit. Jo, vajti dhe nënshkroi një marrëveshje të partneritetit strategjik në Pekin, Kanadaja, ky kryeministër. Vajti në Pekin dhe nënshkroi një marrëveshje. Profesor, po shkon pas 5 ditësh të kryeministër britanik. Pra, me pak fjalë, pse ndodh kjo? Të gjithë aktorët e mëdhenj kanë vite që po përpiqen për ta ndryshuar rendin ndërkombëtar, por gjithë secili nga këndvështrimi i interesave të tij. Se ne duhet shohim tonin, tani të fokusohemi te joni. Po, Fatmir. Atëherë, gjithë kjo çka po ndodh është pjesë e një lloj mentaliteti post-unipolar. Pra, ideja që kush është në qendër të gjithë zhvillimeve. Dhe problemi që ka ky mentalitet post-unipolar lëviz nga marrëdhëniet multilaterale te marrëdhëniet multipolare. Dhe nuk janë më normat, po flas liberale, pas luftës dytë botërore, të cilat vendosin përzgjedhjen bazuar mbi një princip moral ç'është e drejtë dhe ç'është e gabuar. Por janë fuqitë e mëdha të cilat negociojnë nëpërmjet presionit forcës edhe nëpërmjet shkëmbimeve se kush do të jetë zgjidhja. Dhe këtu vim të gjithë dakord që në këtë këndvështrim të ri, roli i Shqipërisë është krejt i papërfillshëm, se nuk është as autoritet gjeopolitik, nuk është as autoritet ekonomik, nuk është as autoritet ushtarak. Përveç se, do të thonë, siç thonë ju, ka një kryeministër shumë të mençur, prandaj ka thirrur Trumpi që ta mësoj Trumpi se ç'do bëj. Do kjo ka dalë kote për media. Me thënë vërtetën e nxorët ju zgjuar sot. Jo, nëse kjo është si ja futi Edi Rama opozitës, ky ka qenë do të sot. Jo, unë mendoj që opozita ja fut vetes, por kjo është ai që ka pushtetin sot opozita duhet dilet të bëjë këtë debatin që po bëjmë ne sot. Mirë pra, dakord, po nuk u lejuat bëhet ky debat. Nuk u bë ky debat se ky debat ka nevojë për kohën e mjaftueshme dhe informacionin e mjaftueshëm dhe nuk u dha as ky informacion as kjo kohë. Por ajo që dua të them është, unë e kuptoj shumë mirë atë çka do të bëjë Trump. America First do të thotë ekonomitë fuqishme amerikane, solide, sepse sot çështja e sigurisë nuk është vetëm çështje ushtarake, ka ndryshuar konjunktura, është çështje teknologjie, është ekonomie, është infrastrukturë kritike, dhe për më tepër, po i vi pse kam kundërshti dhe me atë që ka thënë kryeministri i Kanadas, kërcënimi kryesor sot për Amerikën është Kina, është e shprehur në strategjinë e sigurisë tyre kombëtare. Dhe përballë kësaj situate, ka dy alternativa. Ose ti duhet përballesh drejt për drejt që sot për sot ka pasojë dhe kosto jo të vogla, ose duhet përpiqesh të minimizosh efektet e koalicionit që ata krijojnë.
Dhe prandaj pretendimi më i madh për të afruar Rusinë në marrëdhënie dhe për zgjidhur Ukrainën, por edhe në perspektivën e marrëdhënies me Kinën, sepse profesori e di më mirë, Kina dhe Rusia kanë qenë kundërshtarët historik me njëri tjetrin, por që janë afruar sot dhe përbëjnë një kërcënim më të madh edhe te pjesa e Arktikut që ne mund ta diskutojmë mbrapa me Groenlandën e tjerë, dhe kërkon të tërheqë këtë pjesë jashtë aleancës dhe të afrojë te graviteti vet. Me këtë lloj mekanizmi. Po ashtu edhe kur thuhet që do të goditi në lindjet mesme Iranin, goditi Iranin për dobësuar efektin që kishte Irani në të gjitha zonat lindjes mesme, duke qenë sponsor kryesor jo vetëm i terrorizmit, por i gjithë konflikteve që ishin në atë rajon. Për të vazhduar pasaj me zonën e influencës së re që kishte krijuar dhe Rusia edhe Kina me Venezuelën apo me vendet tjera të Amerikës Latine. Dhe kjo në brenda politikës tyre unë e konceptoj është interesi tyre strategjik, ekonomik e tjera. Ajo që ne nuk bëjmë në analizë është sa e qëndrueshme në kohë është kjo lloj politike, sepse politika e Shqipërisë nuk mund ndryshojë dot her pas here, sepse politika duhet të ketë një kontinuitet, përndryshe ne jo vetëm nuk kemi serioz, por do kthehemi fare të papërfillshëm. Dhe ajo që na intereson ne për të ardhur tek ajo që tha Skënderi do në analizën që bën e zoti Berisha thotë, po, në aleancën për sigurinë ne kemi pas një partneritet shumë më të fuqishëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja u them pse? Sepse kur është bërë antarësimi i Shqipërisë në NATO, zoti Milo e mban mend shumë mirë, ka filluar sponsori kryesor për antarësimin e Shqipërisë nëpërmjet Adriatic Treshit. Dhe sponsor kryesor kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përballë skepticizmit që ka pas Europa dhe falë mbështetjes amerikane dhe gjërave tjera, ne u bëm vendatar i NATO-s, i cili dha një status tjetër në politikën gjeopolitikë Shqipërisë, pavarësisht se ne asnjëherë nuk e kemi shfrytzuar, që ti themi gjërat ashtu siç janë, qoftë për çështjet ballkanike, qoftë për çështjet shqiptare, qoftë edhe për interesin ton si vend. E kemi parë siç e tha me drejt zotria, vetëm për të bërë foto. Nuk di që njëherë në një summit NATO-s ne kemi mbajtur të organizuar kush janë kërcënimet e sigurisë në rajonin e Ballkanit, sa kombinojnë me vendet e tjera të rajonit e Ballkanit që janë vende anëtare të NATO-s, sa kombinojnë me Kosovën. Me që kam qenë këto summitet e NATO-s, edhe ke i Bukureshtit, edhe te Strasburgut, pastaj edhe ke të tjera, sidomos te Bukureshti, Strasburg, dhe vetëm ajo që kam parun sherrrit midis kryeministrit dhe presidentit kush ta nxirrte atë dekretin e firmosur në fotografi. Të paktën në atë kohë kishte 2, po tash s'ka, ka vetëm 1. Do të problemi është ky. Në atë kohë ishte edhe atëherë një ishte, po në atë rast u duk sigurisht. Në atë fazë, ne erdhëm tek antarësimi, kur ti bësh antar, përpiqesh ta kapitalizosh dhe kur je antar në strukturë një aleance strategjike, ti do të përcaktosh kush është dimensioni jot si vend për interesat shqiptarë në rajon. Po e mbaroj. Pra ajo që duhet të them është edhe një herë përsëris. Ne duhet shikojmë që këto institucione ndërkombëtare janë mekanizmi më i mirë në interesin ton, edhe pra të gjitha profesori sovranitetit, edhe për zërin dhe mundësinë që kemi për të folur dhe për të qenë pjesë e vendimarrjes. Ti mund të jesh pjesë e një marrëdhënie të shkëlqyer sot, i cili mund të ketë një efekt pozitiv për interesat e tua, por që në perspektivë mund të mos ekzistojë më dhe pastaj kostot janë jashtëzakonisht të mëdha për një vend vogël siç është Shqipëria. Dhe duhet para se ne të merrim këtë vendim, për gjykimin tim, nuk na nxitoi askush. Bëm një nxitim që s'ka kuptim, se nuk e di pse u nxitoi ky burri huaj, më do të firmë. Edhe një herë, jo, ky burri huaj nuk e kërkoi sot atë. Nuk është firma ajo. Se s'më jepni një përgjigje, pse nuk shkoi Rama Ndavës? Parlament me ligj me. Pse nuk shkoi Rama? E pengoi se ishte me vajzën e Trumpit brëm. Të përpiqem ta japun një përgjigje. Jo më, s'ka si të më japë se ja kërkuam Ramës se nuk e dha. Marrëveshjet zyrtare të shkruara. Biles e dha në mënyrë më banale të mundshme që mund ta japë një kryeminist se brëm. Isha me vajzën e babait, me lejen e babait dhe nuk vajte te babai. Po tani dhe ky argumenti juaj që ai nuk do shkojë se do Trumpi, ndërkohë që ai do shkojë te Trumpi tulet te shtëpia Bardh. Jo vetë tash për mua që kryeministri shqiptar takoj. Po pse shkojnë Davos? Fal, që më e përgjigje. Pse shkojnë? Nuk e di, duhet këtu është një çështje transparente, duhet ta bëj ai, sepse e kërkove me urgjencë për çfarë e kërkove. Nëse do ishe te bordi themeltar, duhet ishe sot apo jo? Vetëm i fjali. Por ajo çka duhet e mbylla Skënder, do e mbyll. Pra e gjitha çka unë dua të them është një proces jo transparent, është një proces i pa arsyetuar, është një proces i cili do të ka plot enigma, që ju e votuat me sy mbyllur, që ju edhe ju e votuat me sy mbyllur. Jo, nuk e kam votuar me sy mbyllur, unë kam votuar në parim po. Në parim po. Parimi ishte ajo, ç'ishte? Po s'ka gjë tjetër, mos ka asnjë element tjetër marrëveshje, domethënë. Ai sa ishte e votuar me sy mbyllur. Edhe një herë, a do jemi në bordën e paqes? Po. A ka mekanizma ky bord paqe? Asnjë se di. Dakor se kush janë si do veprojë tjetër. Nga presidenti vjen Gavin Newsom, ç'a bëhet pastaj? Po do iki ky bord paqe, po nuk do ekzistojë. Fare thjesht. Prandaj po ta them, bëhet pastaj në çaliset put Gavin Newsom për të bërë president. Ti duhet votojë kundër një gjëje që cila kërkohet për ndërtuar një paqe në linjën e mesme. I vetmi shqetësim tjetër dhe po e mbyll këtu që un kam është që nëse krijohet një precedent të zgjidhjes nëpërmjet disa aktorëve, fuqive të mëdha në Gaza,
ne mund të krijojmë një precedent të rrezikshëm edhe në rajon e Ballkanit dhe në Europë. Për ne, thonë, jo për Kosovën, sigurisht. Po, Aki. Tani, mendoj që duke te kalu reagimin e domosdoshëm që po e bëjmë këtu, se është reagim, nuk është... Ideja është që ku filloi kjo punë, duke qenë për një 25 vite në Afganistan, Pakistan, në pjesën e luftrave, pyetja fundamentale është a funksiononte ai sistemi i kaluar, sepse aty u bë gjenocidin në Srebrenicë, u vranë 2 milion njerëz në Ruanda, u bë tentimi gjenocidin në Kosovë, për këto mekanizma ndërkombëtar, edhe ligji ndërkombëtar, nuk funksiononte, u konsumua. Kjo nuk i bie që po dalë në mbrojtje të vendimeve të shpejta që po bën presidentin Trump, por ai tregoi me veprimin e parë që USAID nuk do të ekzistojë më. Kombet e Bashkuara është një strukturë e mbigarkuar me byrokraci që shpenzon me miliarda, triliona dollar dhe nuk arrin efektin as edhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Kur flasim për Millennium Goals, Sustainable Development Goals, do të thotë u krijua një strukturë botërore para syve të së cilës po ndodhin gjenocidet, po ndodhin konfliktet të tmerrshme, të llahtarshme. Dhe për brenda objektivave të politikave të jashtme të superfuqive ishin po të njëjtat, po ishin të kamufluara. Po të donte një shtet i fuqishëm, siç është Kina, që të eliminojë ujgurët atje, do të ndodhte. Pavarësisht se kemi Kombet e Bashkuara, po të donte Rusia, do ta zhdukte Çeçenin plotësisht, sepse e zhduki, dhe po të lejonte Kombet e Bashkuara të vepronte, do të zhduke e gjithë Bosnia-Hercegovina dhe Kosova. Do thotë, përtej idesë që ne po ndjehemi komfort me struktura ndërkombëtare të cilat kanë ekzistuar, unë mendoj që ne si shqiptar duhet ta vendosim po ashtu në çështje diskutimi, për ata ka nevojë për këtë kohën që të marrim frymë lirisht, para se të marrim vendime, sepse unë kam vetëm një gjë që mund të jetë, nuk është ky qëndrimi i partisë prej kuvi. Do thotë po flas prej përvojës time drejt me punën me qeverinë amerikane, është në këtë proces çfarë legjitimojmë. Nuk është Zelenski aty, por është Rusia e ftuar. Apo legjitimojmë veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë, apo legjitimohet intervenimi në Gaza ku kanë vdekur mbi 30.000 fëmijë. Dhe a i bie që realisht, pa diskutim të përgjithshëm, shoqëria ndërkombëtare është duke hyrë në një fazë ku e vërteta e vetme është ajo që nuk diskutohet. Dhe për llogaritet interesi i shteteve, qofshin ato të vogla apo të mesme. Mendoj që fjalimi i kryeministrit kanadez me të drejtë duhet shqyrtuar deri në fund. Por se a ka kritik të jashtëzakonshme ndaj strukturave ekzistuese ndërkombëtare, duhet patjetër ketë. Se ju bët një pyetje me shumë drejt, apo legjitimohet vrasja e 30.000 fëmijëve në Palestinë. Numri viktimave dhe për neve është çështje vlerore, do të është çështje se ku realisht pozicionohen. Vetëm unë kam prapi përgjigjem një pyetje që lidhet me themi me nomenklaturën e vjetër në drejtës ndërkombëtare, a u zgjidh gjë ndryshe më përpara në Gaza? Po dhe unë po them, do të thotë për 60 vite konflikti Izrael-Palestinë u mirëmbajt deri në momentin kur dikush do duhet thonë që mjaft më me këtë çështje sepse nuk ka zgjidhje. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Tani ne po flasim për konfliktin palestinez-izraelit sot, por ne nuk po flasim për një shekull konflikt shqiptar-serb, ku janë eliminuar me qindra mijë njerëz shqiptar prej trojeve të veta. Dhe flasim këto më njëherë pas publicitetit për rikthehemi, flasim për gjërat tona. Pra sa kjo lloj temi, kjo lloj qasje e re me bordin e paqes mund ndikoj realisht tek situatat që ne kemi, sigurisht. E para është Kosova, po pas Kosovës sigurisht dhe bashkë me të jemi dhe ne, rikthehemi pas pak. Rikthehemi, flasim pak për këllëqet tona, mbajmë ne dot këtë peshtë madhe të ndryshimeve geopolitike botërore që po ndodhin me një shpejtësi marramense. Skënder, për sa i përket temi duke u nisur nga entuziazmi i zonës Osmani për dalë për krah presidentit Trump. Unë mendoj që për te kritikave takiu që kanë bazë, mendoj që Kosova në vetvete e ka
patjetër të lidhur me Amerikën, gjën. Pra, nga pamja ushtarake, nga fakti që një ndërhyrje amerikane e bëri Kosovën, shkëputet nga Serbia. Amerika ka krijuar Kosovën. Dhe le temi, nuk e di nëse Kosova pa Amerikën do ketë mundësi të rezistoj qoftë presionit rus përmes Serbisë, apo Serbisë me mbështetjen ruse, qoftë flegmatizmit europian dhe temi sensit fajt që ka që ekziston në Bruksel ndaj ndërhyrjes ushtarake që nga 99-ta. Fakti që tek dialogu midis Serbisë dhe Beograd, midis Beogradit dhe Prishtinës, jo rrallë kemi parë simpati për Beogradin në Bruksel dhe tolerime, pa folur për shkakun që vazhdon është Lajçak ndërmjetës? Jo, Stevenson. Sorensen, po ka patur temi përfaqësues shteteve që nuk e njohin Kosovën, si Lajçaku që ishin ndërmjetës midis Prishtinës dhe Beogradit. Për le temi tek Prishtina unë e shoh më të justifikuar temi ngjitjen që i bëri Osmani sot nga pas dorës zotit Trump. Ke Shqipëria ka problemin tjetër, po i diskutojmë për profesor Paskalin, ndërkohë që ju debatonit, që unë nuk dëgjoj më... Ne komunikoni. Debatoni, nuk ka në gjë të keq. Sigur debaton dhe parlamenti si debatoni ju, ishën fut më bëhe prekosh. Fakti që nga Washingtoni nuk shikoj më të përmendet, kur vjen puna për Shqipërinë, termi integrimi europian. Si që kemi pas dëgjuar dikur, Washingtoni sponsor kryesor integrimit europian, etj. Kësaj radhe të nuk e dëgjoj më. Dhe frika, dhe i rikthejmë kësaj faktit që e thatë edhe ju pak më herë, do vijë momenti që Brukseli do thotë ju doni të integroni apo do jeni edhe bordi paqes. Sa realisht mund përballemi me këtë sipas teje? Për ta filluar nga fundi dhe për të dalë te Kosova. Unë mendoj që ne jemi në një marrëdhënie kontraktuale me BE-n, por jemi në një teatr gjeopolitik ku komponenti amerikan është kryesori sa i përket sigurisë. Jo vetëm se ka një bazë ushtarake në Kosovë, por sepse ka një traditë shumë të konsoliduar edhe në kuadër të NATO-s ku ne jemi tashmë antar, ku violinë e parë dhe si thua fuqia dominante është Amerika. Tani ne ndodhemi përballë vetëse një situate që është paradoksale, edhe për sa i përket këtij teatrit të sigurisë dhe përgjithsisht sjelljes së SBA-s si një aktor determinant i gjithë arkitekturës sigurisë sot në botë. Ka hamendje që kriza e Groenlandës ndër të tjera, që është një krizë ku një vend antar më i fuqishëm kërcënon një vend tjetër antar, ka si një qëllim pas perdes që të destabilizoj vetë aleancën. Kjo natyrisht është një hipotezë, por nuk mund të jetë hipotezë fakti që Trump sa herë që është provokuar drejt për drejt nga mediat, nëse Amerikë, po jo vetëm ai, po edhe Hexet, edhe senator republikan, edhe eksponent tjetër të administratës, sa herë që janë provokuar drejt për drejt në lidhje me artikullin 5, ju do t'i vinin në ndihmë një vendi antar nëse ai pëson një agresion, fjala vjen që është një hipotezë krejt e mundshme vendet Balltike ose Polonia, ose Finlanda me Suedin, që sapo kanë hyrë. Pra, në një rast tillë, Amerika do t'i përgjigjet si vendi i vetëm që e ka aktivizuar deri më sot artikullin 5. Presidenti Trump e bëri vetë këtë retorik, dhe pyetje retorike, tha pse ta nëse sulmohemi ne, tha ju do na vini në brendin ton? Kanë vajtur. I'm not sure. Kanë vajtur. Danezët kanë lënë, të lutem, danezët kanë lënë mos ngatro operacionet ushtarake. Ai foli për gjë tjetër. Pas elektoratit kanë lënë 40 danezë kanë humbur jetën dhe kanë të njëjtin kontribut si Amerika. Lutem, m'fal, zoti Mediu, kjo leximi me shifra, fali që po ju them është pak cinik. Ju e bët me përqindje, unë e bëra me shifra. Mirë pra, po me shifra absolute është pak cinik, sepse tu shifet angazhimi. Jo, dakor. Ju e dini më mirë, i vetmi vend antar që ka kërkuar aktivizimin në gjithë historinë e Aleancës janë Shtetet e Bashkuara mbas sulmit për dy kullat. Dhe i gjithë perëndimi, por jo vetëm, se u futëm dhe ne, të gjithë ju përgjigjen. Ka kërkuar angazhimin e parë brenda Evropës. Patjetër, po patjetër. Për Kosovën apo jo? Po patjetër që po. Po, m'fal, Evropa, ne si shqiptar, edhe gjithë tjerët, unë nuk besoj se jemi në pozita mohuese. Tani mohimi po vjen nga fuqia më e madhe. Ky është problemi që krijohet dhe paradoksi brenda aleancës si NATO.
dhe që ne na fut në një pikpyetje dhe evropianët i fut natyrisht se ne jemi shumë të vegjël, evropianët i fut në pikpyetjen e madhe që çfarë do të bëjmë në fushën e sigurisë te tutje, do të rritemi apo do të mbetemi fëmijë. Sepse natyrisht që deri sot ka furnizuar Amerika siguri dhe Evropa ka siguruar prosperitet. Po shko tek pika që pse jemi si fëmijë. Po pra, patjetër, sepse ka pasur gjoj nga gjumi që s'duhet të jenë fëmijë gjoj Trumpi. Ka pasur një ai ka bërë një zgjim nga gjumi i cili ka brenda shumë pikpyetje. Me ujë të ftohtë. Patjetër. Në parim të kërkosh respektimin e 2% dhe më vonë 5% që diçka shumë racionale sepse po mban Amerika gjithë peshën e aleancës atlantike. Po të rritet krau tjetër, rritet krau tjetër dhe kjo është produktive. Dhe këtu janë të shumta ata që thonë që bëri mirë që na shkundi se na duhej, që nga Mark Rutte i pari. Problemi është që a e do Donald Trump vërtet aleancën apo nuk e do? Për shembull, për BE-n ka deklaratat ti që thot Bashkimi Evropian është krijuar për të dëmtuar Amerikën. Ka deklarata. Ka gjithashtu, ai nuk e mohon që në 2016, kur pati fushatën e parë për president, ai dha një shtys shumë të madhe daljes me anë të levave që kishte, me anë të Nigel Farage, i dha një shtytje shumë të madhe thyrjes së parë të madhe që ka pësu Bashkimi Evropian që është dalja e Britanisë me Brexit. Dhe që në atë kohë flite që pas Britanisë do kishim deri ke Gjermania me fjalë. Jo, erdhën në radhë ato. Fillimisht erdhi Brexit, pastaj fitoi Donald Trump. Kishte Britania një gjë fantastike që bëri kundër Trumpit, apo dosja Steele, ëh, dhe kjo është. Apo emisarët që u dërguan në fushatën e fundit nga liberalet për të minuar fushatën e Trumpit. Se dhe këto duhet i marrim në analizë. Po, edhe Stephen Bannon që shëtit gjithë kryeqytetet e Evropës Perëndimore për të minuar, për të stimuluar frontin sovranisto, fashisto, qatë duash ti dhe më të gjitha bërë. A do të marrë dhe krahasim tjetër. Do të shkon Zelenski në atë takim i cili është jashtëzakonisht jo normal, që ndodhi në Shtëpinë e Bardhë, që ishte në dëm të asaj çka duhej, dhe menjëherë u prit, do të thënë, nga autoritetet europiane, me brohritje si kur kishe kryer fitore më të madhe. Dhe për fat, ja ta mbaroj. Zoti Mediu, Zelenski ti kishe thënë gjetë ca prova për djalin e Biden. Edhe njërë. E harruat të? Unë nuk e di se çfarë prova, unë nuk eci me... Jo, po jo, se me këto po ecim sa ato janë gjitha të botuara. Unë nuk eci, do të thënë edhe njërë, unë po eci me atë çka unë lexoj... Laptopi Hunter Bidenit është bërë... Vetëm ka e gjë. Jo, a dëgjuat sot fjalimin e Zelenskit? Edhe njërë, e dëgjova, për foli për Europën, apo jo? Jera Europës sot. Sot ishte komplet, ishte komplet që dritë tjetër. Kush i ka rënë i pari Europës? Kush e mbajt Zelenski? Në mbajt Europa. Kush i ka rënë i pari Europës? Në moment kuthadorje globale, Sokol. Jemi në një moment jemi në kohë çoroditje globale dhe unë këtu kam hallin si do orientohemi ne në të kohë çoroditje globale nuk e di fare. Vetëm një përshkallëzim. Po, vetëm shpejt lutem se në takimin që u zhvillua me Stoltenberg, pastaj me Merkel, në mënyrë të qartë, në atë kohë, para se ndote konflikti në Rusi, Trumpi ka paralajmëruar që po ushqenin Rusin nëpërmjet naftës dhe gazit, financiarisht, duke i dhënë një autoritet të papërballueshëm nga pikpamja e Këtë dhe Zelenski sot. Po pra. Kur e ka bërë, më fal? Në vitin 2016-2017. E ka bërë Obama me Merkelin disa herë. Të shti, unë po ju them... Po marrëveshjet e gazit dhe naftën me Rusin, nuk i nënshkoj prapë Merkele? Mi pra Merkelit, po. Nord Stream 2. Ke Gazpromit, e di kush ka qenë CEO për ca kohë. I ka thënë Merkelit, gabim trashanik të varesh. Dhe ka një kontinuitet, po flasim për Trumpin, se po shkojmë të Bush e tjerë, po flasim për Trumpin. Pra, i pari që i tha, do në drejt për drejt, që kjo është gabim se po cënon interesat e sigurisë së Europës, ishte ai, dakord? Mëtej, pastaj, në raport që u vendosën, ishte një mosbesim që u krijuar në mënyrë totale, për faktin sepse Russian Hawk që u përdorë etj, ishte targetuar personalisht kundër atij që u zgjodh presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që rezultoi nga gjitha investigimet që ishte e stisur. Dakord, paktën deri tani, nga çfarë njohim nga dënat. Mëtej, pastaj, në politikat që u bën, që erdhën më mbrapa, po flas rastin e Ukrainës. Ukraina në fillimet e saj u pasi një dështim absolut që nuk kishte diskutim as nga NATO, as nga BE, as nga Shtetet Bashkuar të Amerikës. Që në momentin e parë u tha që në momentin kur Rusia filloi sulmonte, Kievi do të binte për 2 ditë, dakor? Dhe ju paralajmërua Zelenski që tikte. Ukrainësit na provuan gabim që të gjithëve me rezistencën e tyre. Por nuk pati në asnjë moment një plan, një lloj deterrance ushtarake që t'i çonte drejt zgjidhjes. Edhe sot që flasim, zgjidhja është të mundim Rusin të fitoj Ukraina. Gjë që është krejt e pamundur. Unë kam qenë 2-3 herë, kemi qenë takim me Zelenskin në Kiev, do shkojmë prapë me një grup që kemi United for Ukraine, do disa
do në politikës europiane e tjerë. Problemi është që zgjidhja kërkon sa më shpejt një ndihmë për sa i përket Ukrainës për ta zgjidhur këtë situatë, duke i garantuar ato elemente sigurisë. Kjo është kërkesa që ata kanë. Pastaj se ku do të shkojë toleranca në raport me teritoret tjera. Se kemi këto hallet tona, Fatmir. Po do vjetë Kosovë, edhe Gaza. Po do na hikën minuta. Do mbajti gjithë ajo situatë pafund kundër asaj me atë çka po ndodhte në Gaza, nuk kishte asnjë veprim, përveç se deklaratave, edhe të Kombeve Bashkuara. Në momenti kur Trumpi u fut në atë vendosjen e paqes në Gaza, për çudi filloi një luftë kundër Trumpit. Po s'kishin ngel më njerëz për të vrarë. Por tashti edhe një herë, Skënder, Maroj Gaza komplet. Dhe Gaza vritej Kombet e Bashkuara. Gaza vritej, Trumpi sulmoi Iranin. Edhe një herë, ja ta them pse sulmoi Iranin. Edhe në interes të paqes në Gaza. Edhe në interes. Edhe në interes të paqes në Gaza, sepse Hamasi ishte strukturë e cila mbaj financiarisht dhe stimulohej nga Irani. Dakor? Edhe Hezbollahu. Ishte organizuar. Ishte dhe Hezbollahu, është arma. Ju lutem se e bëm çështje. Merrni me çështjen kombëtare, ndërkohë zdim ku kemi kokën vetë. Sokolun po e mbyll këtu. Ajo që mua më intereson në këtë situatë si shqiptar, duke konsideruar veten atlantist dhe NATO, është që shteti shqiptar duhet bëjë një analizë në bashkëpunim edhe me Kosovën, kush është interesi shqiptar. Këtë desha të pyesja. Interesi shqiptar dhe unë po e them me 3 fjalë. E para njerë duhet të ndërtojnë deterancë politike në rajonin e Ballkanit për çështje sigurisë, duke pasur një konsultim me vendet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit përfshi dhe Kosovën. E dyta duhet kërkojë të ndërtojë një deterancë ushtarake nëpërmjet Smart Defense dhe Joint Procurement dhe tjerë, siç është iniciativa e Ballkanit. Po më thellë, po kam përshtypjen dhe kjo aleanca me Kroacinë nuk besoj që ka rënë vesh mirë në Washington, me sa më rezulton mua. Absolutisht kanë qenë kundër dhe po them që sot neve në 4 shkurt do ta zhvillojmë çik më tej këtë lloj debati. Problemi është edhe një herë, ti duhet ta negociosh gjën. Nuk është edhe për mua nuk është se është një aleancë të cila ka, do të thonë ajo marrëveshje është pozitive si nisëm, por nuk është se ka ndonjë konkretizim të madh. Duhet parë pak më gjerë, se edhe kur ta shikosh në bashkëpunim edhe me industrinë ushtarake amerikane, për interesat që ata kanë, ti mund të krijosh një bazë të mirë marrëdhënish. Por ajo që po them është, unë dua të flas si vend i NATO-s dhe si vend perspektive Bashkimit Evropian. Kjo është qasja ime. Okej, Aki. Tani, te kjo çështja e ngutjes, deklarata e Kurtit edhe Osmanit për krajen për Maduro, në rastin Maduro, është po e njëjta simptom e një, si themi, nevoje qohë nga friga, qohë nga pasiguria që pozicionohemi edhe atër kur nuk na kërkon askush që të bëjmë një gjë të tillë. Që duket tregon naivitetin, mos me thonë, fillimet e një diplomacie shumë naive. Dhe në anën tjetër mendoj që detyrat e shtëpisë nuk jemi duke i kryer në nivelin e dur. Unë këtë zhvillim ndërkombëtar me Trumpin brenda, po me kujdesin e shtuar të kancelarit gjerman sot, që ishte realisht udhërrëfyes për këtë pjesën e një miniaturë të veprimit edhe politik, edhe ushtarak, që tha, po hymë në fazën kur ne du të forcojmë aftësitë tona individuale për të mbrojtur. Nëse ka dikush që du të mbrohet, e të përgatitet janë shqiptarët në rajon. Sepse na ka ndodhur në Kosovë pak më gjatë, po edhe Shqipërisë nuk i ka ndodhur shumë në histori që serbët kanë ardhur deri në Shkodrën mes Shqipërisë. Do të thotë, çështja e aleancave të mëdha te kalojnë çështjen e aleancave të vogla. Për këtë mendoj që duhet kemi kujdes të jashtëzakonshëm në deklarime të shpejta, sepse nuk kemi alternativë pa Amerikën, por nuk kemi alternativë as pa Europën. E si ta zgjidhim këtë? Dhe unë mendoj që këtu duhet quhet në diplomaci një farë se kjo është çdo që thotë e di shpreh, kjo është catch-22. Saktësisht, por në anën tjetër say not, ti s'di ka shkosh. Duhet shtruar çështjen, a kemi kapacitet si shqiptar ne që në 2026 tulemi Shqipëria, Kosova bashkë diskutojmë se në cilin moment duhet edhe të marrim frymë pak më thellë, në kuptimin e political diplomacy through disengagement në disa momente. Është një diplomaci edhe kur nuk je pjesë e debatit në momentet e para, sepse fuqia jonë determinon një nevojë të analizës shumë më të shtuar se sa që bën ta zëm Gjermania ose Franca në rastet konkrete. Dhe nuk po e bëjmë këtë gjë të tillë. Sikur jemi ne gardianët e vlerave ndërkombëtare, ligjit ndërkombëtar, përbrenda një momenti kur ne nuk kemi qenë fare mbrojtur nga ligji ndërkombëtar. Na ka dhënë ndoshta një zë për Shqipërinë diku në situata ndryshme, po nuk ka qenë e mjaftueshme. Do të thotë, zgjidhja është që ne duhet kemi bashkëveprim në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Washington me diplomatët tonë,
edhe në qendrat kryesore të Bashkimit Evropian. Në asnjërin nuk e kemi. T'ja themi troç qytetarëve, nuk e kemi. Jemi antar NATO-s, po mos të flas për gjendjen e ushtrive tona dhe koordinimin e tyre. Pse? Albini thot, në rast për plasje, thot, nuk e kisha paragjykuar, thot FSK-ja mund ta fitoj luftën. Jo, më falni, tani unë e mbaj mend, po unë i mbaj mend edhe idetë të kaluarës se si e kemi ball ne, si popull po flas. Nuk po flas për me si themi për të zvogluar rëndësinë e vullnetit ton pafund për të shliruar me luftu me Serbinë, me Rusinë, me agjendet e tyre që dhe sot vazhdojnë të minojnë çështje për brenda, por ne duhet kemi leadership të mençur. Jo leadership të shpejt. E vërtet, rrim te kjo, Akis, më duhet ta mbyll, po do ja fjalën profesor Milos për ta mbyllur, por pasi komentojmë këto pamje që vinë në momentet e fundit, ndoshta regjia na ndihmon, një eskortë e madhe ka ndaluar tek dera e qeverisë dhe shikoni në fakt Ivanka Trump e cila futet në zyrën e Edi Ramës. Pra, vajza ose first daughter, siç njihet në gjuhën temi politike amerikane, që shkon në zyrën e kryeministit të Shqipërisë. Pastaj këtu, profesor, mund të flasim sa duam për temi koordinim, strategji kombëtare, të sigurisë etj. Një koment pastaj për konsumin politik. Sigurisht që është lajm i mirë për Shqipërinë, pastaj afat gjata apo nuk e di. Atëre, ky lajm që ju sapo transmetoni patjetër që është një mesazh. Një mesazh që vjen në kuintat e politikës dhe diplomacisë, që janë të njohura në politikën botërore, veprime të kësaj natyre, kur atë që nuk e thua zyrtarisht dhe me deklarata publike zyrtare, e bëjnë veprime të kësaj natyre, që japin mesazhe në radhë të parë për opinionin publik vendas. Se kjo jepet për opinionin publik vendas. Nuk jepet për Washingtonin, se Washingtoni e di që ka bërë dhe kjo vizit aty dhe ardhja në Vlorë e zonjës Ivanka është gjithçka e përllogaritur. Asgjë nuk është e rastit. Përjedhoj ka një kombinim lëvizjesh që dëshmon që Shqipëria tashmë në këtë moment ndodhet në gjykim në Washington për të parë nëse do të ketë një ndryshim të politikës së deri tanishme një vjeçare të asaj politike që ne e kemi njohur si heshtje më shumë, që të shohim që do të ndodhë. Dhe ky është një sinjal shumë i qartë që paralajmëron që do të ketë lëvizje të tjera. Nuk është e rastit. Nga kjo pikpamje, për ta zgjeruar më shumë për të thënë diçka edhe për atë që vetëm shumë shkurt. Gjithmonë shkurt sepse konsumuam shumë për gjëra që duhet ishim më shkurt se kjo na intereson më shumë. Çto të bëj Shqipëria këtë jetutje? Unë them, Shqipëria është një vend evropian nga të gjitha pikpamjet. Dhe Shqipëria ka dhe duhet të mbetet në objektivin e vetë strategjik që si vend evropian të mendoj shumë dhe të veproj shumë për të bërë edhe nga pikpamja institucionale plotësisht europiane. Dhe që të bëhet e tillë, ajo duhet të patjetër të shkoj me ritmin e Brukselit dhe të bashkërendoj politikat me Bashkimin Evropian, përfshirë këtu edhe koordinimin e politikës së jashtme të saj, që është kusht, një nga kushtet që të bëhet antare me të drejtat të plota në Bashkimin Evropian. Dakor. Faleminderit profesor, ishte kënaqësi. Skënder, një batutë e fundit se për te duhet. Prandaj dhe Edi Rama sot nuk ka qenë në atë foton aty. Se ka qenë me këtë zonjë. Firmën ja ka dhënë
njërit rreshtim, me mungesën e tij ka folur pro rreshtimit tjetër. Edi Rama ka charter që shkon e vjen brenda një orë, ja ku Pikërisht prapë se s'ka, ja, kjo është një argument më tepër. Se s'ka vajt. Unë po eci tek ajo që ka dhënë sinjal e makinës majtas dhe ka prerë timonit djathtë. Ne do shkojmë edhe çatarge ka makina dhe nuk pa puna, po do të thënë ajo që po them unë është një gjë që si vend mendoj që edhe tek ajo që tha profesor Milua, ne asnjëherë nuk duhet bëjmë atë rol që nuk na takojnë, nuk kemi këllçe që ta mbajmë. Të futemi ndërmjet dy institucione jashtëzakonisht të rëndësishme për interesin ton, si për sot edhe për nesër për interesin ton kombëtar. Dhe mos vendosim karrocën përpara kuajve, kjo është e rëndësishme. Që kur marrim një veprim, ne duhet shikojmë edhe konsekuencat, jo vetëm përfitimin. Dakor, vetëm thuaj, kjo që thoni ju, vetëm më Fatmir, thuaj edhe doktorit. Lutem, se keni bërë ju thuaj edhe doktorit. Se keni bërë ju djes, po e bën as ky sot, po tani se gjithë njësoj. Jo, për ta bërë e kemi bërë ne, e kemi bërë dhe besoj e kemi bërë shumë mirë. Don për ca gjëra të cilat e interesit kombëtar. Po ajo që po them është kaq. Don mund të kesh. Tu fillon emision tjetër. Mund të kesh i dashur. Jo po e mbyll këtu, fare thjesht. Ka ca gjëra që mund vinë interes personal. Por ka ca gjëra të cilat nuk mund jenë gjithmonë si interes personal dhe politik i vendit, dhe demokratik edhe perspektivi interesave tona kombëtare. Dhe ky është problemi që ka sot me Edi Ramën. E thash dhe po e mbyll këtu. Është çmendur mbreti dhe të gjithë thon rroft mbreti. Ky është problemi ynë. Mirë, dakord, po problemi është që këtë thonë në Amerikë. Fatmir. Nuk jam aq i zoti sa ta analizoj edhe çka thonë Amerikë, po shoh këtë çka këtu. Gosën e mbretit në Amerikës, ky mbreti i Shqipërisë e pati në zyrë sot. Kështu që flasim herë tjetër. Faleminderit Fatmir, faleminderit Aki. Edhe në orarën e debateve televizive. Faleminderit Skënder, faleminderit Pascal, faleminderit me Lirë Memën, Real Story kthehet sërish në orën 8.